Kur ka kaluar një ditë nga ngjarja në lagjin Vasil Shanto, kur 4 persona të dyshuar tentuan të villnin banesën e biznesmenit Sabar Rashketa, ende nuk ka asnjë person të arrestuar. Burime konfidenciale të policisë treguan për Star Plus se në lidhje me ngjarjen janë shoqëruar më shumë se 10 persona problematik të njohur si kontingjent për policinë e Shkodrës. Pista kryesore ku është përqendruar policia metropolit verior është ajo e grabitjes. Gjithashtu blut kanë marrë edhe deklarimet e familjarëve, por këta të fundit kanë thënë se nuk janë në dijeni të përcaktojnë se kush janë personat që kanë tentuar të hyjnë në banesë. Kjo ngjarje ka krijuar shumë dilema tek policia, pasi përveç autorëve, po punohet edhe për të rënë në gjurmët mbase të bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët mendohet se kanë ndihmuar nga jashtë, duke njoftuar 4 grabitësit për çdo lëvizje të dyshim që mund të kishte në atë zonë. Burimet thanë se policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të një biznesi privat aty, ku ka bërë kthyrjen e tyre, por deri tani ende nuk është arritur identifikimi i autorëve, ndërkohë strukturat e policisë janë duke punuar për zbardhjen e rrethanave, si dhe për arrestimin e grabitësve që janë lënë të lirë, duke rrezikuar kështu të shfaqen në ngjarje të tjera të ngjashme. Ngjarja në fjalë u regjistrua ditën e 1 majit, kur policia kishte marrë njoftim nga banorët e lagjes se 4 persona me armë po tentojnë që të grabisnin një banesë. Më njëherë në vendin e ngjarjes mbërritën me 10 forcat e policisë dhe ndërhyrës së shpejtë, të cilët bën rrethimin e pallatit. Pas rreth 40 minutash, forcat e policisë kanë bërë hapjen e derës së banesës me qëllim kapjen e autorëve që dyshohej se ndodheshin brenda. Sipas policisë, nga kontrolli i banesës nuk është gjetur asnjë person brenda në banesë, ku me sa duket ata ja kishin mbathur përpara se aty të mbërrinte policia, duke mos arritur që të vjedhnin asgjë.